Kur ne prekim diçka, ne mendojmë dhe zakonisht i themi që këto dy trupa u takuan, u prekën me njëri tjetrin. Por realisht ne sot dimë që këto trupa formohen nga molekula e atome dhe ne e dimë tash që molekula dhe atomet kanë elektronë shtesën e jashtme, dhe ato elektronë shtyjnë njëri tjetrin. Dhe këto gishta nuk preken realisht në nivelin kuantik, në nivelin po ta zbadojmë në mikroskop shohim, këto nuk preken me njëri tjetrin, por thjesht afrohen dhe inframasë, sepse elektronet e shtyjnë njëri tjetrin. Dhe këto dy gishta asnjëherë nuk e prekin realisht njëri tjetrin, por në shkallë të madhe këtë ndikim elektromagnetik që ndikojnë objektin me objektin, ne e themi prekje. Në shkallë të madhe ne mund ta themi prekje, por realisht këto dy trupa nuk takohen asnjëherë. Duhet një forcë shumë e madhe, të shtypi një gravitet shumë i madh në qendrën e diellit, duhet një gravitet shumë i madh që do dy objekte të preken, të takohen. Pra këto janë njësoj si dy magnete me pole të njëjta, të cilat e shtyjnë gjithmonë njëri tjetrin. Dhe ne kur vim me gishta edhe prekim, domethënë njëri tjetrin, ne shohim me nervat tonë, shohim ndikimet që ka kusha magnetike tek kusha magnetike. Dhe këtij ndikimi ne e themi prekje. Por realisht ato objektet janë kështu larg njëri tjetrit. Ne thjesht shohim ku ka e ku s'ka magnet, ku s'ka trup, objekt. Dhe shohim ndikimet. Një fundi nervor të gishtit i përkasin miliarda molekula, të cilat e shtyjnë. Dy objekte preken atëherë kur del diçka e re nga këto dy objekte. Domethënë, nëse ne bashkojmë sheqerin me ujin, për shembull, dhe treten kimikisht, ne mund të themi që këto janë prekur. Reaksionet kimike, për shembull, mund të quajmë që dy substanca janë prekur tek reaksioni kimik.